Përshëndetje, Kush je ti? kërkoj Servetin. Serveti nuk është në shtëpi, ka dalë, po ti kush je? Unë jam i shoku i djalit tuaj. Kemi qenë bashkë në burg. Si është? Si është djali se mu qa zemra? Djali është mirë dhe keni për të parë që do dalit shumë shpejt. Kështu që ti mos u mërzit. Do jam jaltë, më birë. Po Servetin ku mund ta gjej? Po këtu rotull do jetë. Të marrë numri me telefonit? Po do më ndihmosh, po. Ja. Se desha të bisedoj me të. Në këtë kompleks të financuar nga qeveria shqiptare, firma që ka kryer punimet nuk ka respektuar asnjë standard për sa i përket cilësisë së punimeve dhe dyshohet se parat publike kanë shkuar në xhepat e administratorit dhe pronarit të kësaj firme, i cili, dhe pse nuk figuron në dokumentat përkatëse, nga burimet tona dyshohet të jetë biznesmeni i shumë përfolur për lidhjet e tij të errta, zoti Qerim Alito, i cili prej disa ditësh bëhet marrës shtëpie si Alo? Jam Qerimi, ai biznesmeni që i kishe lakuar emrin. Po? Nuk më thua arsyen përse. Shiko kronikën me vëmendje dhe i ket gjitha arsyet aty. Kujdes vjalor se janë akuza këto, ha? I ka marrë parasysh që kur kanë publikuar kronikën. Po do shkelesh në drasë së karbu më djalë. Po më kërcënon zotri? Mere si të duash, po të njoftoj se ke përmendur emrin tim pa fakte. Kush ishte? Një gazetarje po ma shton barën. Ajo, kokushja dje, takoj këtë filatin. Duhet të dalësh, të ndrosh shtëpi. Po pse? Sepse ka mundësi që mua të më përgjojnë. Dhe po morëm vesh që ti e vajza ime, gjithçka prishet dhe s'ma lidh më dot. Po këtu mund të ketë njerëz që mua më njohin. Ka njerëz që të njohin, po të maskohesh, infiltrohesh, fshihesh, mund të më bësh punë mirë. Po si do të komunikojmë, ne ti mund të jesh në përgjim. To them më bërë. Ore, po kush je ti? Unë jam një djalë i thjeshtë, të cilit i kanë futur një shok në burg. Nuk që ti ka me ti histori. Asnjë lidhje, po duke qenë se mu ofrua kjo mundësi dhe më ka zënë rroda bishtin, mendova se mund të jesh një person që mund të futesh për të ndihmuar. Ore, po ku i qenë ti guximi për ta bërë këtë? Tek padrejtia që ish bërë shoku tim. Po mirë. Po një qoftë se unë të demaskoj të kaj. Shiko, unë të thash që në fillim të bisedës se unë jam duke luajtur bllok. Nuk vishë. Numrin tim e ke. Base veprova mirë mbase gabim, po unë bëra atë që më tha logjika. Dhe mbi të gjitha, ishte kënaqësi për të bisedë sa mund si do i dhja përgjigja nga ana juaj. Merë kohën tënde në ndohë dhe mbase do flasë po se kohë. Si kalove? Mirë? Mirë, faleminderit. Urdhro. Bashkë folëm në telefon. Të kuptova. Ulu. Unë jam Zeneli. Baba i Albanit më tha që je duke e ndihmuar. Po, Edhe unë dua të ndihmoj, sepse kam dalë qelin me atë bashkë në burg.
dhe është vërtet djalë shumë i mirë. Jam dhe i bindur bile për pafajësinë e tij. Çfarë di ti rreth kësaj historie konkretisht? Alo. Kush ishte? Kush ishte? Nëse ka gjëqin, djali. Mos i do vej kryhar. Keni bërë gjë? Nuk e di, më nuk kam bizetuar me një gazetar. Paka shumë, i di dhe unë këto histori. Por problemi qëndron se ate e kanë përdorur dhe pa i gjetur dhe hetuar origjinën e drogës e ka pak vështirë. E kuptoj, po diçka mund të... Po këtu si më gjete? Po radhën e parë, më the të bëhem detektiv. Po kisha diçka të vi më vonë, Hajde më ulu. ti kalove mirë, arë mirë, Zenel, gëzoj. Armiri është një shoku i Albanit. Ka shumë vite pa e parë, po një ditë ishte po më dëgjonte kur po bëja një bisedë me babain e tij po? dhe është i interesuar për ta ndihmuar. Ti sikur je i rezervuar në dhënien e informacionit, apo Po dhe Zeneli është shoku i Albanit dhe ka qenë në një qeli me të dhe kërkon që ta ndihmoj dhe ai. më pëlqejnë përforcimet. Unë erdha për të të thënë që duhet një avokat i mirë një orë më parë. Po patjetër, unë nuk diskutohet ajo po. Por hë për hë, avokati s'ka se ç'bën. Po, Me shumë gjasa ai do dënohet. po mirë, po mund të apeloj për. Edhe ka avokat e avokat. Po ka dhe zhudra, po do t'i gjesh ti. Po përpiqem. Në qoftë se më jep një informacion, atë biznesmenin e mbaj unë në vëzhgim, sepse unë punoj taksi dhe jam të ditë në rrugëve. Por e mi kanë sekuestruar të gjitha dhe ka nevojë për ndihmë. Habibin e ka bërë ti dhe përgjegjësia është jote. Gjithçka jashtë mundësive të mia. Po do me që ka shkaktuar, e kupton? Ore, çfarë do? Ai më tha që zëvendësova dhe unë zëvendësova, ai që njeriu që gjeta. Nuk të tha mirë njëri në rruga ordo porta dhe kupton. Shiko, që ndaj me po thuret një komplot, këtë po e kuptoj. Po, çoj mesazh atij dhe thuaj të bisedoj nga afër me mua. Nuk bisedoj me ty. Dhe dëgjoj këtu. Atë plaçkën gjysmën kanë kapur, ha? Je i sigurt? Mund të ulem? Me kënaqësi. Unë quhem Iris dhe jam një gazetare. Më vjen keq, po nuk më pëlqejnë intervistat. Gazetarët nuk bëjnë vetëm intervista, Po, çfarë bën ti? investigojnë. Kuptova. Domethënë juve duhet adresa e prokurorisë. Jo. Në fakt unë e di ku është prokuroria, por duke marrë parasysh drejtësinë këtu, mendova që t'ju komunikoja privatisht për çështjen e një biznesmeni që ka abuzuar me fondet publike. Po pse pikërisht mua? Sepse ju keni edhe një çështje tjetër të tillën apo jo? Thash dhe më parë, nëse ke diçka, duhet të paraqitesh në prokurori. Ai biznesmeni ka shumë para dhe ju e dini këtë. As nuk e di dhe as nuk dua t'ja di. Parat ju hyn në punë kujdo dhe ka shumë metoda për t'u marrë atyre që i kanë.
Je duke folur me një prokuror. Nuk ke frikë se mund të akuzohesh për korruptim ndaj drejtësisë? Edhe mund ta bësh, por mua ai njeri më ka bërë shumë dëm dhe unë dua që t'i kthej reston. Në fund të fundit i punën tënde do bësh. Më vjen keq, por duhet i drejtohesh prokurorisë, jo mua. Teksa si e kapur e drogës, mungon dhe një pjesë e mirë e saj. Ky biznesmeni ka inskenuar çdo gjë dhe e ka vjedhur drogën. Janë shumë para. Në lidhje me atë që folëm, bëra një bisedë me veten dhe vendosa të ndihmoj. Por nuk dua rrisje. Ky është një tip filmi që nuk ka nevojë për mbyllje. Të rriqe shkurt të duash. Detajet do t'i bisedojmë nga afër. Okej. Ka dalë prapë në qarkullim ai. Tani është fiks momenti i tij. Më duket se kanë filluar të shiten edhe ca prona këndej lart. Gjitha i lek i pist, në motorisë të divorcur. Fiks, këtë mendova edhe unë. Je duke ikur në shtëpi, apo do vish të pim kafe? Vrida pak lart. Do ikim në zyrë se kam gjitha të dosje. Okej, do flasim nesër se do ketë zhvillime. Shihemi nesër. Të dënuar me 4 veta të malërim. Po ata të tjerët një në gjendje të lirë, një me arrest pirë. E bukur kjo. Edhe peshkatar, edhe mafioz. O duhet ky njeri. Nuk të duket pak e çuditshme që ti e detyrim paraqitje kurse unë arrest shtëpie? Unë punoj për ju, jo për gjykatën. Vendimet i merr gjykatësi. Po atë policin që të zbriti në kakavije, gjykatësi takoi. S'po të kuptoj. E ke takuar prapat policin? Po, por ai më vardiset dhe nga që më ka zbritur, kërkon të përfitoj. Mos të duket ju budalla. Ore të betohem, kështu është. Po si ka mundësi? Ty të zbret ai, gjysma humbet, unë arrest shtëpie ti e lirë dhe më kërkon lekët ai, mua që më kanë bërë gungër. Po, nga ti di këto gjëra? Uroj që t'jetë kështu, ndryshe s'ka zotë të shpëtoj nga mua. Tani zhdu ku qërohu dhe ki kujdes. Dëgjo, mua djali më kanë dënuar 4 vjet të burg pa bërë as edhe një të lutem shumë, ulu ati. Pa bërë as edhe një vaj. Kurse ata, më zot, që kanë bërë proshkën, më livadhisin në poshtë e përpjetë rrugëve tani. Më kupton?
Më falni zotëri, por unë jam avokate. Unë nuk dënoj njerëz, unë i mbroj. Urdhroni, uluni. Si e keni hallin? Hajde. Ju kërkojmë ndjes për mënyrën se si hyrëm, se hyrëm pak gabim, por jemi në një situatë pak të tensionuar. Për arsyen sepse djali i zotërisë është një kollësisht dhe shoku im i ngushtë dhe e kanë dënuar 4 vjet pafajësisht. E kanë futur në kurth për trafik droge. Po, dhe si mund të ndihmoj unë? Ne sot kemi ardhur që ta apelojmë çështjen. Unë dua që djali im të më vinë në shtëpi më i presë. Se u merua prapa atyre hekurave, më kupton? Zotëri, kot nuk të merr njeri në burg. Tani të fokusohemi te alternativat e zgjedhjes. Këtë kërkojmë dhe ne. Atëherë, në apel, këto kushtojnë pak, që të jeni të përgatitur, paraprakisht. Dale më i vajzë t'i pyeti njerë se që ka bërë, që nuk ka bërë ky djalë, që më hynë drejte në parati. Çdo procedurë është e kushtueshme, dhe çdo gjë sot fillon nga paraja, zotëri. Jo, e keni gabim për mua. Çdo gjë fillon nga ndershmëria, nga digniteti i njeriut. Po të fillon të andenga, thoni ju, sot nuk do ishit këtu. A më thotë që djali është i pafajshëm. Po. Atëherë le të fokusohemi te njëjtë zgjedhje. Atë duhet të bëjmë, të lutem. Na thoni çfarë duhet, alternativat, ta thi qyshtek. Çfarë duhet nga ana jonë? Si fillim 5 euro, pastaj do shikojmë se me këtë do ndeshemi, dhe do t'u them për pjesën e dytë. Dakord. Keni një kartë vizitë, një numër telefoni? Gjithashtu, më nevojitet vendimi i gjykatës së shkallës së parë, dosja e të akuzuarit dhe historiku i ngjarjes, se si ka ndodhur. Por kam një kartë vizitë, kjo është kartë vizita ime, kur të jeni gati, më telefononi. Atëherë, do telefonojmë sapo të jemi gati. Të falenderojmë shumë dhe do na falësh edhe një herë për mënyrën se si hyrëm. Faleminderit. Ditën e mirë. Neve nuk e kemi fare problemi jo për 50 euro që ta ajo, po dhe 500 euro të jetë, kupton, vetëm djalit e taj. 5.000. 5.000. 5.000? Po ku të gjithë 5.000? Të gjithë, të kërgojmë. Gjene vetëm? Jo, nuk është vetëm, do t'i rregullojmë gjërat, vetëm duhet mbajtur pak balanca. Ku t'i gjejmë, mor djalë, ku, mor, ku? Të gjejmë nuk është vetëm. Të gjejmë janë dhe sa. Nuk është. Nuk është. Pas ke dalë, Kam dalë zonjë qytetare. e pas ka ikur dhe kujtesa në burg, more Derzi. Kujtesa rikthehet shumë shpejt. Po ti morën qafë dhe mua dhe Albanin. Dhe mos kujto se do t'ja hedhë shkollaj. Hajde, ull. Duhet në çdo kusht ta shqu këtë të madhin. Do të kushtoj. Nuk është i thjeshtë. Ha bujë, sa? Me hap është pak vështirë. Ta gjurmoj dhe do të them.
Nëse do përsa më shpejt këtë punë. Po përpiqem. Do rish të bëjmë një takë? Jo, nxitoj. E pafshi. Ky është lokali. Toni Shkemi. Me mbrëma. Më ka kërkuar njëri mua? Jo. Po ai madhi ka ardhur ti? Tani për tani jo. Po vetëm e ke këtë gjithën? Ti jemi në bashkëmi shok. Goxha i bukur është. Nëse dëgjova atë porosin, unë po thuaj se ta mbarova. Je i madh plaku. Këtu ke telefonin dhe ke të gjitha bisedat, detajet në WhatsApp. Lexoj që të mos ngjesesh kur dalesh me të. Jo ti e me sy. Okej, bu besoj shoh dhe pastaj po. Ç'kja si nuk më duke shumë të rëzi. Jo, më ashtu kam një problem nuk. Po folo se kemi shok e miq plot. Doja dhe merri një kredi. Në një bank më aprovua në fillim, pastaj më kthye në moment të fundit. Kredi sa? 5.000 euro. 5.000 euro t'i jap unë. Mi kthem për në një vit. Jo, është pa mundur. Po ke një shok në bank më në kredi, se janë shumë lekë dua t'i kthej me këste. Parojmë këtë punë mua ti, pastaj e rregulloj, mi kthem kur do duash. Janë shumë lekë po. Hajde çik pas ditë merri të ardit. Si. Vaj me të baba. Më thaftë goja, më thaftë që të thash edhe ti t'ikë, më birë, se në rishje nuk do t'ishe. Po, ishte për të bërë edhe. A i ndyrësira më përdori. Mbaj në ares shtëpi e qëndin, për në rishje, do t'i kisha thënë burgu t'hapu. Ma, themi të dalë unë, baba, jo të ndrojemi bashkë. Po më dhe më shpirti morbi. Me gjithë dhe, ka filluar po në ndihmuar një gazetar, bashkë me atë që i ke patur shokë këtu në Porti. Bile, na është afruar dhe një shoku jo t'i vjetër një herë mirë që pojnë. Armini, nga doli ky? Kam vite pa e parë. Duke bisetuar një ditë me gazetari, ti dëgjoj emrin tënd dhe na u ofruar. Si do më ndihmojnë nga mu? Do ta apeloj. Pike ka filluar dhe një po grumbullojnë edhe leksetuan të gjejnë një avokat të mirë. Po mama ja si është. Oh, ja është. Mirë është. Po ti, mos u mërzit se do t'alësh shpejt. Edhe këtë ta thej me bindje. Mos u mërzit. Kam besim, baba. Nisi.
i vështirë. Duhet ta rrethoj mirë para se ta heqim qafën. Për mua është një moment i veçantë, se kisha hoqja e prisja me bakri. Kështu ju thua të gjitha vajzave pas flet me to një javë në WhatsApp? Nuk jam natyre të mirë. Ato fjalë si që ndjej ashtu i them. Dukesh që flet të shkruan bukur, po këto histori kur nisi shpejt, konsumohen shpejt dhe përfundojnë shpejt. Dhe të them të vërtetën, biseda me ty më ka tërhequr, po unë jam tip që dua t'i marr gjërat më shtruar. Dhe ti njohni njerëzit më mirë. Shumë serios si fjali. Nëse edhe unë e mendoj si ti. Dhe shpresoj shumë që kanë kjo njohje të lindë një histori. Në ato dy, asnjë nuk duhet të bërë. Jo me e vgatini. Do të jap një haber të mirë. Asaj avokatës, ja dhama të 50.000 euro, edhe filloi punën për në apele. Ashtu? Më mirë. Ku gjetët këto para kaq shpejt? Në ratë e lebingua, po shënë si ka ku i gjetën. Kjo hare, për mua ka shumë rëndësi. Se vërtet dua që të më dalë djali nga burë. Po dua dhe ti edhe se nga vim këto para. Pastaj, kush i di që i gjenë kaq shpejt këto se kur jam gjenë rapi? Unë jam thjesht një shok i Albanit dhe dua ta ndihmoj. Këtë e kisha marrë me vete të ta tregoja. Unë jam ky i mesit. Po iki, do më falësh. Për asin zënojt. Patjetër. Këtu mbaj. The makinën dhe më prit aty larg se nuk kono.
Ai antidrogës po ma bën gjithë këtë çorbë dhe qartësisht dikush i çon informacion. Do të kalosh shtopin në anën tjetër, ë? Po mirë, pse si gjen këta që kanë dhënë informacion? Atë po bëj. Por më duhet pak kohë. Gjyqtari kërkon lek. Prokurori kërkon lek. Avokati kërkon lek. Dhe ti do t'i mbarosh këto punë me paratë e mia, kështu? Jo. Kam nxjerrë diçka në qitje, sepse kam një shpenzim për një hesap që duhet e laj. Dhe unë si ortaku tënd mbetem i fundit, ë? Më jep pak kohë. Një muaj. Nuk e prisja këtë përgjigje. Asu nuk e prisja që të çoja rrugën dëm dhe të vidhnin. Aq më tepër që vi të takoj ty këtu dhe rrezikoj, ndërkohë që punët e mia i kam bërë në rregull. Miq në ditë vështira duhen. Për gabimet paguan ai që i bën. Dhe mos harro. Kam investuar unë 100%. Dhe po humbas lekët, po humbas kohën dhe po humbas besimin e njerëzve. Megjithatë, 3 muaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kisha diçka për të biseduar me ju, mundem? Patjetër, me kënaqësi. Mund të mbyllim pak të lumën sa. Si jeni? Mirë, si jeni ju? Mirë. Kam dëgjuar që jeni një njerëz që nuk puni kompromis për të vërtetën. Dhe është kënaqësi që të njoh kolegë të tillë. Shumë faleminderit për konsideratën, por ju thatë kolegë. Më falni, por unë nuk ju njoh. Unë jam një gazetare investigative dhe kam burime për një ngjarje në qytetin tuaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mundem apo të vi më vonë? Po, unë patjetër. Ky është Zeneli, një shoku tim, dhe... Adora, gazetare. Gëzoj. Atëherë më falni për ndërprerjen? Mundem të vazhdoj? Po, patjetër, më thuaj. E kisha fjalën për atë biznesmenin, për të cilin ju keni bërë një kronik në portalin tuaj. Po? Kam informacione se ai ka degët e gjëra. Dhe të doja të dija nëse jeni i gatshëm për shkëmbim informacionit. Me shumë kënaqësi, por unë të gjitha ato që di kam paraqitur në portal. Ju e dini që ai është në arrest shtëpie për trafik droge, apo ja? Po sigurisht. E po të nuk e keni thënë të Jo. E pra, ju dini dhe gjëra që nuk i keni treguar. Ai biznesmeni e ka thyer sot arrest në shtëpisë dhe ka shkuar të takojë dikë. Po ju si e dini kë? Kjo nuk është shumë e rëndësishme. Ju jeni që keni qenë në burg me Albanin. Ju mori në qafë një vajzë me Emile Sara, apo jo? Po ju si e dini këtë? Unë di shumë gjëra, sepse detyra ime është që të investigoj. Rregulli i gazetarisë është që për atë që merr dhe jep. Por nëse doni që ju të bashkëpunoni me mua, unë mund të lë numrin tim. Ne duam që të dalë Albani nga burgu. Dhe se i cili të marrë atë që meriton. Unë mund të ndihmoj vetëm duke u bazuar tek e vërteta. Dhe në qoftë se kemi fakte që ai është i pafajshëm. Por kërkesa ime është që ju duhet të jepni informacion rreth atij biznesmenit, pasi mua kjo gjë më kushton shumë sepse unë jetoj këtu. Ne e dim që ai është i pëlqyer kokë e këmbë, por ne nuk do të gënjejmë, do të qëndrojmë vetëm tek e vërteta.
Deri në fund rruga është e pastër. Vazhdo. Sot kishe dalë nga shtëpia dhe kishe takuar një person. Kush ta di këtë? Shoku ati i gazetarit që bënte ato kronikat për ty. Nuk të kuptoj fare. Fare thjesht. Rasti i solli që duke ndikur atë kokuqen tënde, dikush e ndaloi dhe i tha që s'do haronte kurrë atë që kish bërë. Madje përmendi edhe një far alban. Nuk do haronte që kjo i kish futur në burg. Do me thënë, ai taksigjiu, po gazetari që këtu. Rasti solli që unë të hiqesha si një kolege e tij gazetare për të marrë gjoja informacione rreth teje. Do me thënë, ti ishe o gazetare që kishe takuar prokurorin, Me sa duket po. Po dhe kush u gëzoi për këtë? Instinkti baba, i cili më thotë që ti e duke vepruar gabim. Do me thënë, ti e gazetare, ti e prokurore, ti e gjykatëse, pas këti të gjitha. Baba, po vepron në gjak nxehtësi dhe çdo gjë e fokuson vetëm tek shefi. Duhet të mendohesh një herë, duhet të marrësh siguri. Shiko, nga nëse në tutje i ka mesape ndryshe, nuk do ta shohësh me atë shefin vërtet, do ta kuptosh se kush jam unë. Dhe mos më jep mendje se të kam bërë, nuk më ke bërë. Hyrë. Po si kalove? Mirë, si e? Shkemi. Prisja. Mirë. Ky është Zëneli, një miku im. Si e? Veç Mirë. Kurën. Si ke qenë? Mirë, ç'kemi? Si e? Mirë. Mirë. Lodhu. Pak po. Nëse mund t'ju ndihmoj. Ne kemi një fotografi të një personi të cilin duam ta identifikojmë, po është marrë nga larg edhe nuk është i qartë. Nuk e di nëse mund të na ndihmosh ta pastrosh, ta riparosh si foto për ta identifikuar. Me qa aparati i shkrepur? Është me një kamerë makine. Kuptoj. Mendoj që mund të bëhet. Po vetëm se më duhet shpejt, ëh? Po, patjetër. Ku e keni materialin? E kam unë, mos e bë. Okej. Më duhet shpejt. Patjetër. Më pëlqen kjo zhurmë, ka zhurmë dhe bukur të tëja. Një shpërthim i fuqishëm tritoli ka çuar pesh strukturat e komisariatit të policisë Gjirokastër, por gjithashtu dhe banorët të cilët sot më shumë se kur ndjen të pasigurt në banesat e tyre. Mësohet se lëndra eksplozive i është vendosur shefit të antidrogës, e cila ka shpërthyer në momentin që ai ka lëvizur makinën pranë parkimit të shtëpisë së tij. Fatmirësisht ai ka mbijetuar plakëve të marrë dhe ndodhet në spitalin e Gjirokastës për të marrë trajtimet e nevojshme të mëtejshme. Ende nuk ka asnjë gjumë për autorën. Ç'ke kështu? Së shoh në fort. Shef, jam ditë që mendojmë dhe nuk duhet të them diçka. Çfarë? Ma vjen zor. Fol. Më duhet të kthehem në Shqipëri. Pse? Po kam një problem familjar, dhe më duhet të shtojmë pati dhe aty të rregulloj në senjin. Mos u shqetëso. I boga lupo dhe derën tu e ke hapur. Do të mbajmë kontakte edhe aty ku të shkosh.
Kam natyra të çështjen e atij djalit që është dënuar për trafik droge. Është i pafajshëm. Mundet, por i kanë gjetur gjëra në makinë. Por nuk e provojnë dot që ai ishte në dieni. Madje atë që dërgoi ti e njeh shumë mirë se ç'bën. Pse mos nga të dy anët? Mund të ham, po është me spec ka bu. Po ja heqim specin dhe i shtojmë. Po kriteret i përmbushin ata. Varet nga përmasat e kriterit. Do të flas me ta një herë. Dy duar. Besoj se po. Të flasim me ta dhe të them. Alina but flakën varo burë, po kaj bëshirë i të rogjë i qunak, kaj bëshirë e ke? Të thashtë dhe më përpara, nuk është e thjeshtë. I vurëm gjitha të tritol dhe prapë është ende gjallë. është gjallë se jeti i papë për maruar një punë. Do t'a bëj. Nuk kam lënë ndonjë punë në mesun. Do t'a bësh? Okej, dakord. Do më marrësh vetëm gjysmët. Kur të marrësh punë, do marrësh edhe pjesën tjetër. I kalove? Mirë, si e di? Punon ki telefonin? Jo, e kam për elik. Po, në do telefonatat që kemi lënë pedhu? I kam sistemuar të gjitha. Mungon vetëm zarfi. Sa? Në proshtim. Katër. Qartë. Okej, do kaloj dhe besoj brenda 3-4 ditësh është e mbyllur. Në rregull. Mirë se të vish. Dëgjojemi. Do pafshim. Mirëmbrëma, si kalove? Mirëmbrëma. Kam 5 kuti dua t'i çoj deri te Niku Devolli, jeli? Po, patjetër, bjeri. Okej, a një minutë i ma. Po.